Çka do me thonë hiba? Pra, në islam ka 2 lloje të trashëgimisë. Njëra është hisja, pra, mirath, apo na i thomi miras, e tjetra është hiba. Mirazi, apo mirathi, apo në gjuhën shqipe hisja, apo në gjuhën terminologjin letrare, trashëgimia, kjo ndahet pasi të vdes baba, jo pasi të vdes nana. Por, kur të vdes baba, atëherë pasunia e babës ndahet në 8 pjesë. 1 pjesë i takon nanës, 7 pjesë tjera i takojnë fëmijëve. Dhe kjo normal e ndajnë jo njerëzit mes vete, por e ndajnë vlerësusit, përpara e kanë kadi, tash ka gjykata, të cilët e vlerësojnë njëherë sa kushton ajo pasuri, nëse ka kushtu kaq 1000 euro, ndahet pjesë për 8 dhe 1/8 i takon nanës, tjerat i takojnë fëmijëve 2 me 1, siç e tham në videon paraprake. Pra, djali i merr 2 hise, vajza i merr 1 hise. Po, çka do të thot hiba? Hiba do të thot dhurat. Kjo dhurata jepet sa të zgjat. Për shembull, prindrit kanë një pasuni, e kanë një shtëpi që kushton 200-300.000 euro. Dhe ata jetojnë aty kanë të drejtë jetojnë edhe fëmijët. Ai nëse është dikush prej djemve i Zoti, edhe në vend se me dal me qira, jeton me babën, edhe trashëgiminë e vete ka te baba, po jeton me babën, po mandej krijon pasuni tjetër, atëherë ajo pasunia tjetër është e vllaut, nuk është e motrës, po pasunia që e ka lon baba që jeton në atë shtëpi, ajo shkon në trashëgimi. Por ama, baba ka për shembull edhe 100.000 euro, edhe po don me nda ato. 100.000 euro kursime, po don me nda. Sa është gjallë që mund me investu, si të qika, si të djali. Atëherë, këto 100.000 euro nuk ndahen më 2 hise me 1 hise, por ndahet 50-50. Për shembull, nëse baba ka bën një darsëm për djalin 10.000 euro, po e za. Ka ble dukate, ka ble ato, këto, ka bo darsmën 10-20.000 euro me ushqim, e për vajzën ka thënë, hajtë se kjo ka mu martu, edhe s'ka nevoj me bo darsëm, ose e bën një kënaxhegje, një natën e kanës që i thënë kënena ka Prishtina, dhe i kushton janë 1.000-2.000, a djalit i ka kushtu 20.000. Atëherë, baba, për me qenë i drejt, duhet me dhonë hiba. Hiba do të thonë, i ke dhonë 20.000 euro për djalin tënd, a i ke ble veç një qafore, apo i ke ble dhurat, asaj nusës djalit është, do më thonë, për që ata i ke dhonë dhurat, për këtë pra, atëherë, nëse i ke dhonë 20.000 për djalin, zotni, du të minda dhe 20.000 edhe për vajzën. Pa marë parasysh ajo, a ka me vendos me u martu, a ndoshta s'ka mi dal kismeti martesës, për ato është ajo dhurat. Ndoshta ajo nuk don me bo darsëm si vllau, sepse ja bon burri, ama ti, si bab, ki me dhanë përgjegjësi te Zoti nëse nuk e ke dajt drejt. Drejtësia është gjysa djalit, gjysa vajzës. Përpara, prindrit tanë e kanë pas një drejtësi, po veç me djemt, jo me qikat. Edhe kanë thonë, kom hargju për filan djalin, unë e di prej babës tem, 3 djem, edhe sa i ka thonë dukat, 10, 15, 20 lira njënës nuse, u duke edhe tjetrës. Po kjo gabim i madh, nuk i jepet nusës dukati, o baba jem, po qaq ka dit, edhe Zoti ja fal. Nuk i jepet nusës dukati, po i jepet djalit tënd. Ajo ti me bo gara, ajo filani i ka dhënë nusës, e ka mush nusën me dukat, nuk shkon. Dhurata nuk i jepet nusës, i jepet djalit tënd. Prandaj, normal, ja jep një dhurat, një qafora, ku ta di unë. Ama gjona tjera, harqime tjera që bohen, si për djalin do të më bo, edhe për vajzën. A, vajza, a e merë ndoshta thot, valla unë po kam nevoj me ble një gasonjere, një
banesë vogël. Ajo e merr me dhuratën e babës, ndërka që hisën të krarë kur ndron jetë baba. Mendoj se isha e qartë.